Përshëndetje miq, jemi sërish në komunikim së bashku në podcastin Mikrofon të Qendresës. Edhe sigurisht që duke ju uruar një ditë të mbar, unë jam së bashku me analistën e politikave publike në Qendresën Qytetare, Lorela Alia. Përshëndetje dhe mirë se u gjeta. Faleminderit që erdhët, edhe unë shpresoj që të kemi një komunikim të mirë me njëri tjetrin, po edhe me publikun. Ajo që në fakt do duam të diskutojmë sot së bashku është ajo që ka marrë energjinë e të gjithë këtyre javëve. Edhe është bërë pak edhe kështu pushtuese, ose le të themi ka okupuar gjithë hapësirën publike, që janë të magjishmet lista. Duket shpeshherë sikur listat të cilat në fakt tashmë partitë politike, subjektet politike i kanë ofruar qytetarëve si zgjedhje për atë çka do jetë përfaqësia e tyre në parlamentin shqiptar, dukshëm le të themi edhe me një të drejtë dhe me një arsye logjike, ka marrë energjinë e gjithë shoqërisë tonë. Sigurisht që kur diskutohet për listat, në fakt ne kemi dashur gjithmonë që të kuptojmë cilat janë përmbajtja e tyre, si është procesi demokratik i tyre, si ata kanë katapultuar ose jo në jetën politike, çfarë ndodh me listat e partive të mëdha, të cilat kanë një lloj garancie në le të themi përfaqësimin politik të qytetarëve, listat e partive të vogla që sigurisht kanë edhe ato dinamikën e tyre. Ka një ndryshim të legjislacionit tashmë ku kemi lista të mbyllura dhe të hapura, partitë politike janë futur përpara, kanë krijuar ca procese që në fillim kanë qenë si le të themi maksi proceset mëdha, deputeti që duam apo primaret, po për gjitha këto ju në fakt keni bërë një analizë e cila është jashtëzakonisht e pasur edhe le të themi shtruese, e cila është pjesë e raporteve të cilat ju përgatisni për Qendresën Qytetare, janë raporte 3 mujore dhe këtë herë i ka takuar që të bëni një analizë të le të themi listave, kandidatëve për deputet. Dhe ju e keni titulluar Drithijet e kandidatëve. Unë do të nis me pyetjen e parë. Kishim një proces të madh në Partinë Demokratike e cila është primaret, kishim sërish një proces të madh ku angazhoi shumë qytetarë, individ tek Partia Socialiste me deputetin që duam, rreth 700 le të themi të rinj kandidat shprehen dëshirën për të qenë pjesë e këtyre listave. Për ju, dhe ne biseda jonë do kaloj midis dy le të themi momenteve, profesionale ose të tëra analitike nga ajo që ju keni hulumtuar, po edhe aspektit personal dhe le të themi qëndrimeve tuaja në analizë. Për ju, primaret apo deputeti që duam? Shiko, së pari njërë të diskutoj për çështjen e raporteve, i cili ky raport në fakt që është raporti 4 tek Qendresa Qytetare, përkoj paksa edhe me kohën, periudhën që do të nxirrnin kandidatët, listën e kandidatëve për deputet. Dhe për mua është e mjaft interesante sepse unë besoj që në thelb të demokracisë. Do afrosh vetëm pak mikrofonin. Yes. Okej, është mirë këtu? Mund ta afro. Okej. Po. Domethënë në thelb të demokracisë qëndron vota e qytetarit. Domethënë dhe duhet të ketë një demokraci të brendshme tek partitë politike në mënyrë që të pasqyrohet pastaj edhe në parlament. Në momentin që nuk ka një demokraci të brendshme brenda partisë politike, ne nuk mund të presim që këto deputetë të cilët do të jenë në parlament do të jenë të përzgjedhur nga vota e individëve dhe do përfaqësojnë realitetin e qytetarit shqiptar. Kështu që në këtë lloj konteksti, unë bëra një lloj kërkimi midis dy partive kryesore, u fokusova te dy partitë kryesore duke qenë se ata mbajnë edhe peshën më të madhe të pushtetit në vendin tonë. Edhe në fakt në këto zgjedhje, domethënë që do të vinë, Partia Demokratike për herë të parë ka bërë primare. Pra, në këto 30 e kusur vite të demokracisë tonë, ne nuk kemi pasur zgjedhje të brendshme për të zgjedhur kandidatët për deputet. Dhe kjo ishte një risi, le të themi, në fushën e politik bërjes në Shqipëri dhe ishte diçka për të përshëndetur dhe një diçka pozitive. Megjithatë, u reflektua kjo, të gjitha primaret, zgjedhjet në listat për kandidatët, kjo do të thonë shikohet edhe në raport që në fakt nuk ka qenë e njëjta gjë. Pra si mekanizëm, vlerësohet një mekanizëm, një proces demokratik ku partitë në një moment caktuar, kur vinë prangarës për të marrë
besimin e qytetarëve, bëni proces hapje të cilat quhen primare. Pra përgjithsisht ndodhet edhe në vendet e zhvilluara. Dhe ju e evaluoni si një proces të shëndetshëm për partitë politike. Patjetër, është domosdoshmëri mendoj unë. Është duke parë edhe në këto vitet e fundit, sidomos në 10 vjeçarin e fundit, që ne në parlament kemi pasur një numër të shtuar të njerëzve të cilët kanë pasur probleme me ligjin në vende të ndryshme të BE-s, por edhe në vendin ton. Pra përfunduam në një pikë ku parlamenti ishte ndër më të dobtit në historinë tonë demokratike të këtyre 35 viteve. Gjithashtu me largimin e opozitës, domethënë kur ata braktisën mandatet, ne patëm një nivel mediokër, do të thoja unë, në parlamentin tonë, dhe kjo nuk është e drejtë. Domethënë dhe ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm të gjithë ata të cilët përfshihen në lista, sepse gjithë secili mund të futet në parlament. Pra në momentin që është në listë, do të thotë që ka përqindje aq sa mund të futet edhe mund të mos futet. Pra është 50-50. Dhe sidomos nëse ndodhen në atë fashën e të sigurtëve. Po, aq më tepër, domethënë aty ku është një problem shumë i madh, sepse ne nuk e njohim fare, ai nuk lidhet fare me qytetarin. Pra aty ku kandidon, ai thjesht është në listë të sigurt dhe ai merr të mirëqen që do futet në parlament dhe kaq, nuk i intereson pastaj lidhja me qytetarin. Është e drejtë, pa kaluar te kjo. Ky proces nuk ndodhi në partinë, le të themi, që është në pushtet dhe a mundet që le të themi të konsiderohet mekanizmi i deputetit që duam një mekanizëm që ishte po ashtu proces demokratik ose një hapje. Unë nuk e shikoj si të tillë. Unë mendoj që deputeti që duam është një platformë, patjetër një platformë pozitive. Çdo platformë ka anet e saj pozitive sepse sjell diçka te partitë politike ose në jetën politike në vend. Dhe kam parë që ka pasur një numër shumë të madh individësh të cilët kanë aplikuar dhe janë afruar tek deputeti që duam. Megjithatë, është një platformë e cila nuk, të paktën në pamjen e parë, ajo të jetë një lloj besimi që mund të futen disa element nga kjo lloj platforme, mund të futen tek lista e kandidatëve, por nuk mund të bazohet i vetëm mekanizmi i vetëm për të zgjedhur kandidatët për deputet. Gjithashtu është edhe problemi që në fakt deputeti që duam në bazë të thirrjes që ata bëjnë duhet një CV, një letër motivimi sepse ata zgjedhin dhe një video. Pra ata nuk e kanë të përcaktuar se cilat janë si zgjidhet, domethënë si bëhet përzgjedhja në fund. Pra ka një komision, ata thonë që ka një komision i cili bën këtë përzgjedhje, por ne nuk e dim as emrat që kush e bën këtë komision dhe as kriteret që zgjidhet këto emra që janë zgjedhur, që janë diku te 18 nga deputeti që duam, që është një shifër goxha e lartë, por që kush janë kriteret. Pra vazhdojmë të mbetemi në vend numero të njëjtat problematikat të cilët kanë shoqëruar këtë domethënë kandidatë për deputet. Ajo që ju përmendet pak më parë, që kriteri kryesor në këtë proces duhet të jenë procese demokratike, ju thoni që tek deputeti që duam, le të themi, mekanizmat që garantojnë një proces demokratik munguan. Sepse nuk është e qartë, nuk ka asnjë lloj transparence. Ndërkohë tek primaret është një element në fund, jo të gjithë ata të cilët fituan në primare u bashkangjiten listës për kandidatët për deputet. Tek analiza që grafik ku tregohet se çfarë ka ndodhur me le të themi 186 kandidatët që janë në listën e Partisë Demokratike sot, por kandidatët që le të themi morën pjesë në primare janë 101, pra 101 të cilët morën pjesë në primare janë bërë pjesë Jo, në primare kanë marrë pjesë më shumë se sa 101. Pra, po, domethënë në listën totale të partisë janë të përfshirë nga 186, po. Ndërkohë që është shumë interesante se thuhet nga primaret në listat mbyllura janë vetëm 9.7% Pra ky mekanizëm që duhet të reflektohej tek listat e mbyllura, sepse përderisa këta janë futur në një garë dhe kanë fituar nga kjo garë e parë, atëherë do ishte me udhës, në këndvështrimin tim sigurisht, që ata të ishin edhe pjesë e listave të mbyllura dhe pjesa tjetër të kandidonte në listat e hapura. Kështu që është një shifër shumë e vogël dhe sepse ata e kanë vendosur si një mekanizëm për zgjedhjes për kandidatë për deputet. Fill pas, po. Që ta bëjmë pak më të kuptueshme matematikisht. Në 10 individ që nga Partia Demokratike do hyjnë me listë të mbyllur, vetëm njëri vjen nga primare. Dhe nga këto primare, se ka edhe diçka tjetër nga pas, është interesante, domethënë janë 101 që janë përfshirë në lista,
por vetëm 68 kanë kaluar pragun që Partia Demokratike ka vendosur, i cili është i ndryshëm në çdo qark, 240 vota, 140, do varet nga qarku dhe nga numri i votuesve e antarësisë së Partisë Demokratike. Pra 68 kanë kaluar pragun, që janë votuar, pra e kanë kaluar pragun dhe janë fitues, si thua. Pastaj 33 nuk janë as fitues. Ndërkohë që një gjë që është sërish shumë interesante është fakti që 12 kandidatët të cilët kanë fituar primaret, që janë të parë në çdo qark, vetëm 5 janë përfshirë në listat e kandidatëve për deputet në listat e mbyllura. Dhe ky është një grafik tjetër, i cili ju bëni këtë analizën sipas qarqeve, se si janë të vendosur kandidatët e primareve në listë të sigurt, në listë të hapur dhe le të themi çfarë mund të kuptojmë nga kjo? Si mund ta lexojmë këtë grafik? Ideja është që pjesa më e madhe e kandidatëve janë në listë të hapur. Pra ata i nënshtron sërish një gare tjetër në çdo qark. Qarku i Tiranës mendoj që është pak më problematiku, dua të them më problematiku në sensin që në listë të mbyllur është pjesa më e madhe e elitave të vjetra të Partisë Demokratike. Pra Berisha ka dashur të shkojë në zgjedhje të sigurta me ata kandidat dhe ata deputet të cilët e kanë mbështetur Berishën. Pra aleatët e tij ai ka futur në qarkun e Tiranës dhe pjesa tjetër e këtyre 101, sepse këtu është 101 deputetët të cilët kanë marrë pjesë në primare dhe mënyra se si ata janë shpërndar në çdo qark. Dhe interesante është që në qarqet e vogla, domethënë si Berati, për shembull, ka një shifër shumë të lartë të atyre të cilët nuk e kanë kaluar pragun, por janë vendosur sërish edhe pse nuk e kanë kaluar pragun, pra atë kriterin që Partia Demokratike kishte vendosur për të bërë një lloj ndasie midis atyre që janë fitues dhe atyre që nuk janë fitues për të përfshirë në këto lista për kandidat, janë futur sërish në lista, kështu që nuk janë respektuar i gjithë ky mekanizëm ashtu siç ata kanë pretenduar. U bë gjithë kjo, le të themi, shfaqje, u bë gjithë ky angazhim. Partitë politike e futën veten në primare. Njerëz, individ, qytetar, morën pjesë, angazhuan qytetar tjerë, energji, para, kohë, tek Partia Socialiste, atë deputeti që duam, u angazhuan, njerëz të cilët nuk kishin pasur në një pozicionim, u pozicionuan, dhe do kandidonin dhe shprehen dëshirën për kandiduar për Partinë Socialiste, prodhuan efekte multimediale, bën takime për të rënë në sy, le të themi, edhe për të kuptuar kryetari se potenciale kishin. Në fund, vendosën antarët e partisë apo vendosën kryetarët e partisë për gjithë këtë, le të themi, uragan fluksesh? Shiko, unë mendoj që ne vazhdojmë të sillemi ndaj të njëjtit problem që ka ekzistuar në këto 35 vjet dhe vazhdojmë ta kemi si problematik që në partitë politike vendos në fund kryetari. Pra ka një lloj autoriteti i cili vazhdon ende t'i mshojë me gjithë forcën që ai ka dhe madje nuk pyet as antarësi as kënd fare. Ata janë të bindur ndaj atyre të cilët janë besnik dhe nëse nuk je besnik, je jashtë listave. Për shembull, do të sjell vetëm 2 elementë, 2 kandidatëve që për mua gëzojnë edhe një respekt edhe si deputet që kanë qenë pjesë e parlamentit në Shqipëri, Jorida Tabaku dhe Erion Braçe. 2 individë të cilët unë mendoj që do duhet të ishin te listat e sigurta, sepse përveç se Jorida Tabaku ka qenë fituese në qarkun e Tiranës për nga gjinia femërore, por ajo është lënë jashtë listës së mbyllur dhe është në listën e hapur. Gjithashtu edhe Erion Braça. Pra, ky mesazh që na japin të 2 partitë kryesore është që o je me mua, pra o je pro kryetarit, nëse ti je kundra kryetarit, ti do jesh jashtë listës dhe kjo është një gjë e sigurt. Dhe domethënë ne vazhdojmë ende prapë të kemi të njëjtin problematik. Ata, domethënë kryetarët janë në dorë të hequrt. Edhe unë e besoj këtë. Por në qasjen tuaj, meqense solle 2 rastet e individëve të cilët kanë aksione shumë të larta edhe publike në partitë e tyre. Në qasjen tuaj, një kryetar partie, si duhet i bëj llogarit kur vendos kandidatët? Njerëzit që janë më popullor dhe që janë më të dashur për publikun, duhet të qëndrojnë jashtë listës së sigurt apo brenda listës së sigurt? Duke sjell këtu që njerëzit që kanë një lloj valence publike mbase janë më të mirë për të mbledhur dhe për të mobilizuar qytetarët. Patjetër. Kjo është e vërtetë në fakt. Unë kështu e kam lexuar edhe zgjedhjet që ka bërë
për shembull Partia Socialiste ka vendosur shumë deputet në lista të hapura, ato që i ka vendosur. Sepse unë e kam parë si një, domethënë, ka qenë mekanizmi dhe thua shkarta e fundit e Partisë Socialiste, duke qenë se është një parti që ka qëndruar në pushtet, është mandati i saj 4 që dëshiron të marrë, pretendon të marrë, dhe sigurisht që ajo dëshiron të sigurojë këtë mandat dhe ka pasur një historik shumë të keq në këto 3 mandate në fakt, sepse përveç se ka futur njerëz të kriminal brenda parlamentit, i kanë rënë edhe gjatë rrugës shumë ministra, kryetar bashkish, deputet e tjerë, kështu që ai dëshironte të shkonte me një kartë tjetër, duke zgjedhur element të ri në lista të mbyllura, pra duke treguar që shikon ne po bëjmë një lloj riformimi të brendshëm, le të themi, dhe ka shkuar me lista të hapura me ata elemente të cilët ai beson që do i sigurojnë vota. Ajo që është interesante në analizën tuaj është që ju keni le të themi, keni bërë një screening, keni bërë një skan të gjithë listës së partive, le të themi kryesore, Partisë Demokratike dhe Socialiste, për të kuptuar se si qëndrojnë individ me probleme me drejtësinë, ose le të themi nën hetim, apo që kanë një lloj një këmbë tek le të themi struktura e posaçme e krimit dhe korrupsionit, i cili është SPAK, dhe ju na keni sjell këtë tabelë. Megjithse ka një zhvillim shumë interesant, që megjithse ne jemi gjithkohës të bombarduar nga edhe ajo që ju thatë, Partia Socialiste edhe për shkak të konsumimit të pushtetit edhe për shkak të jetëgjatësisë në pushtet, ka një trup të madhe individësh të cilët sot ndodhen në burgjet e Shqipërisë, por kur bëhet fjalë për lista, nëse shikojmë proporcionin midis njerëz dhe tjetrës, duket që në listat e partisë e opozitës janë individ që kanë më shumë probleme me drejtësinë, por fati i keq është që asnjëra nga këto parti nuk ka lënë jashtë problemet, le të themi, individët me probleme me drejtësinë. Unë mendoj që të dy partitë e mëdha me aq sa unë kam mundur t'i lexoj ndërrjeshta, le të themi, janë kundër SPAK-ut. Pra, dhe këtë gjë e tregojnë edhe nëpërmjet listës që ata kanë vendosur për zgjedhjet e ardhshme. Janë në total 16 në fakt kandidat, të cilët janë janë në hetim ose në gjykim në burg, nga SPAK-u. Pra, duhet jesh me të vërtetë, mendoj unë, të mos konsiderosh fare votën e qytetarit, që të shkosh me këto emra të cilët kanë probleme me drejtësinë. Sigurisht Partia Demokratike nuk mund të presim ne që do të bënte diçka ndryshe, duke qenë se vetë kryetari i kësaj partie është i padehur nga SPAK-u, kështu që patjetër ai ka dalë me thirrje që kundër SPAK-ut, kështu që nuk mund të prisnim tjetër gjë, dhe ata kanë përfshirë 9 kandidat në fakt. Ndërkohë që Partia e Lirisë ka 2 kandidat, njërin e ka në burg që është Ilir Meta, ish kryetari i kësaj partie. Dhe më pas Partia Socialiste ka shkuar me 5 emra të cilët janë në hetim nga SPAK-u dhe janë në hetim për shpërdorim detyre, për korrupsion dhe janë gjëra me të vërtetë shumë esenciale. Nëse ne presim që do të kemi një lloj ndryshim në këtë mandat të ardhshëm, cila do nga partitë politike që do vinë në qeveri, unë nuk mund të pres që do të vendoset drejtësi dhe SPAK-u do i shkojë deri në fund kësaj lufte që ai ka nisur në thonjza me politikanët tanë. Nuk do i shkojë në fund sepse nëse ata do jenë brenda në parlament, sigurisht që ata do mbrojnë veten. Kështu që është një matematikë e thjeshtë. A do e konsideroje të votoje në 11 maj në një nga këto emra? Jo. Pse mendon se jemi në një pikë, se duhet ta them, e kam të rëndësishme këtë, jemi në një pikë që ne duhet të mbrojmë demokracinë tonë. Unë mendoj që këto zgjedhje janë vendimtare për ne. Duhet jemi shumë të kujdesshëm, çdo qytetar sot duhet jetë i kujdesshëm dhe ndoshta duhet të lej edhe një interes të vetin personal, se patjetër ne kuptojmë që shoqëria shqiptare është një shoqëri e cila në fund të ditës për shkak të problemeve që ka zgjedh për shkak të një interesi të vogël. Duhet të lejmë pas interesin dhe duhet të shikojmë për diçka më të madhe, më të rëndësishme që është përtej nesh, që të mbrojmë demokracinë tonë. Ne më pas do të kemi, unë mendoj që ne po jetojmë një autokraci, kështu që duhet të shpëtojmë demokracinë. Mendoj që është shumë e rëndësishme. Prandaj nuk mund të votohen ato emra. Mendojnë që vendi jonë i rrezikohet edhe kjo demokraci që është arritur, domethënë shikon një rrezik më të shtuar mbas 11 maj, domethënë shikon një realitet ndryshe, apo nevojitet pjesëmarrja e qytetarëve në procese që të garantojnë një lloj. Unë të them të drejtën, duke parë partinë që është në pushtet, ka marrë 3 mandate, pretendon të marrë një mandat të 5 në fakt, sepse premtimi që thotë Edi Rama thotë
më votoni mua se unë do ju dërgoj në Bashkimin Evropian në 2030-ën, ndërkohë që në bazë të kalkulimeve të viteve i bie 2029-ën i mbaron mandati i 4, nëse do ta marr, pra. Kështu që ai dëshiron mandatin e 5 për të na dërguar neve në Bashkimin Evropian, ndërkohë që nuk ka absolutisht asnjë lloj programi. Ka ardhur 3 herë në pushtet pa asnjë lloj programi, duke rënë instrumenteve të ndryshme, duke bërë batuta, dhe ka marrë, domethënë kjo nuk është formë demokratike. Unë nuk mendoj që jetojmë në një demokraci, një vend që udhëhiqet nga një person i cili nuk jep llogaridhënie për to 3 mandate njëherë që ka marrë, për gjithë to të rënët nga spaku dhe janë në për gjykata dhe janë të burgosur, do të marrë një lloj përgjegjësie. Pra, mungesa e mbajtjes së një lloj përgjegjësie dhe mungesa e llogaridhënies dhe ardha në pushtet pas një lloj programi, unë nuk mendoj që janë forma demokratike dhe ajo që i nevojitet sot Shqipërisë. E vërtet. Unë do të këshilloja vetëm ta marrni pak më një qendër Jam keq. Edhe më afër mikrofonin, mbase e afroni Është okay këtu? E afroni pak më sipër. Mund të qëndroni mbi mikrofon. Okej. E gjithë analiza është jashtëzakonisht shumë ndihmuese dhe jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Shiko, në garë le të themi ka edhe parti të tjera, ka edhe lista të tjera. Le të themi, a keni vërejtur a keni bërë një lloj hulumtimi ose nga analiza që ju keni parë ose nga momentet që ju keni njohjen tuaj mbi fushatën? A ka procese demokratike në le të themi ato partitë të cilat janë mbase të reja rishtas, po edhe relativisht të reja në krahasim me dy partitë që ne tashmë komentuam? Unë jam përqendruar në analizën time dhe në kërkimin që kam bërë jam fokusuar tek dy partitë kryesore dhe për arsye kohore, sepse që të marrësh në analizë janë 186 deputetë dhe patjetër bëhet një kërkim shumë i madh, si një pjesë e tyre dhe nuk ka fare informacion. Ti ke shumë edhe nga partitë kryesore që nuk ka asnjë lloj informacioni, nuk di se kush janë dhe nga vinë dhe çfarë bëjnë me jetën e tyre. Megjithatë, te partitë e vogla, patjetër që unë e kuptoj që janë parti që të cilët kanë hyrë për herë të parë për shembull do hyjnë për herë të parë në këto zgjedhje dhe patjetër që është e vështirë për ta që të kenë një formë demokratike të zgjedhurit apo të zhvilluarit primare, po themi. Megjithatë, ajo çfarë kam parë unë edhe në statutet e tyre është që nuk e kanë të përcaktuar formën se si do zgjidhen këto kandidat. Kështu që unë mendoj që është pak a shumë është e njëjta formë si partitë e vjetra, sepse ato nuk kanë edhe një shembull, si thuash, për të marrë, me vërtet do vinë si risi, por ama diku duhet ta shikojnë dhe ata se si funksionon kjo lloj forme dhe ata ta bëjnë të tyren. Kështu që nuk shikojnë ndonjë ndryshim edhe tek partitë e vogla, them drejtën, sepse i kanë zgjedhur në formë të tillë. Domethënë ka parti që unë mendoj që familjar për të cilën për mbi le të themi dhe në vendet e rajonit si
ndoshta do votojnë. Që dy partitë mëdhaja nuk janë i ka të gjithë në listë dëshirë, po jo mbi por larg dhe që kanë janë të mirë. Do na sjell nuk e të diasporës, giotine, që do të që pozicioni risk që ne do gjykojmë mbi atë se çfarë duam ne që ajo të bëjë, jo ajo që dhe ta pranojmë atë që ajo do zgjedh. A do jemi të gatshëm ne, shkurt, a do jemi të gatshëm ne që çfarëdo që të zgjedh diaspora ta vlerësojmë si të drejtë? Këtë nuk di të ta them sepse do duhet të shikojmë. Unë personalisht. Këtë e ke personale, nuk ka lidhje me ti si mendon. Shiko, është pak më ajo çfarë unë kam pritur ka qenë që do ketë edhe shumë element. Pra partitë politike do zgjedhin element që do përfaqësojnë diasporën. Tashmë kjo nuk ndodhi. Pra kjo nuk ndodhi, por
deri diku edhe prisja të mos ndodhte për shkak të afateve të shkurtra. Tani shpresa ime është që ne e kemi votën e diasporës. Unë besoj se në zgjedhjet e ardhshme, sepse duhet jemi pak më mendje hapur dhe të shohim të jemi larg pamës. Okay. Pra të mos mendojmë vetëm për një mandat, sepse nuk është çështja vetëm për një mandat, ne nuk do na vijnë të mirat për 4 vjet ose e keqja për 4 vite. Mirë do ishte të na vinte. Do ishte perfekte ajo. E mira dhe e larg qoftë e keqja. E keqja, po patjetër, kjo do ishte një gjë perfekte, por jo, nuk ndodh. Domethënë, një shoqëri dëshiron kohë për të kapërcyer gjithë sfidat. Kështu që unë mendoj që kjo gjë është pozitive në terma afatgjat, jo afat shkurt. Pra, në këto zgjedhje unë mendoj, nuk e di se si do jetë vota diasporës. Patjetër ka shumë polemika edhe në aspektin se sa personat e cilët janë pjesë të administratës po përpiqen që të shtyhen për që të sjellin të afërmit të tyre. Pra kjo është një diskutim i cili nuk do marr kurrë fund. Pra vlen t'i këshillojmë që ta marrim pak me qetësi. Mos e vëmë në atë presionin që jemi përgatitur për ta vënë çfarëdo që do zgjedh diaspora. Duhet parë pak më me afatgjat edhe kontributi i tyre mbase mund të nisë tani, po nuk i dihet dhe ne të shpresojmë që në të ardhmen patjetër do ketë diçka pozitive. Patjetër, kjo është një gjë pozitive në terma afatgjat, kjo nuk diskutohet sipas opinionit tim sigurisht. Pastaj është lidhet, në fakt tendenca e diasporës është që ajo voton në bazë të kundër atij që ka ikur kur ka qenë në Shqipëri, ka ikur, ai person që ka qenë në pushtet, ai do votoj kundër asaj partie që ka qenë në pushtet. Kështu që kjo vlen për t'u lexuar. Kjo mbetet për t'u lexuar. Ne flasim se çfarë ndodh në përgjithësi edhe në rajon, që ka qenë gjithmonë një vot kundër partisë në pushtet kur ata janë larguar. Dhe ne nuk e dim se si do ndodhë, sepse ne kemi pasur shumë valë të diasporës dhe nuk e dim se cilët nga këto valë, po themi, është regjistruar më së shumti dhe do votoj. Kështu që mbetet për t'u parë, por është diçka pozitive në terma afatgjat. Edhe unë besoj që qëndroj në këtë. Ne në ky podcast kemi një hapësirë ku do duam që le të themi marrim nga të gjithë të ftuarit një opinion të tyre mbi liderët, le të themi, kryesor në vend politik, të cilët do të marrin pjesë në këto zgjedhje. Dhe unë do doja gjithashtu se di nëse do ta kem aftësinë për të dhënë gjithë opinionin për gjithë ato figura, megjithatë do përpiqem. Për kaq sa jemi të paktën duhet të çmojmë të drejtën edhe lirim për të folur. Ndonjëherë vjen me kosto, po të paktën flasim. Kështu që në këtë aspekt në thelb liria e fjalës e kemi bërë për shumë vite, kështu që shqyqur që e kemi. Unë po nis me një opinion tëndin ose me një fjali mbi kryeministrin e vendit Edi Rama. Është personi që ka qëndruar më së gjati në pushtet, 3 mandate, dhe për mua është i vetmi kryeministër i cili ka mbajtur pushtetin pa pasur program. Sali Berisha ka mbajtur shumë pozicione të rëndësishme në vendin tonë, element shumë i rëndësishëm i PD-s, ose ndoshta figura e vetme që i ka qëndruar kohës tek Partia Demokratike. Megjithatë, unë mendoj që koha e tij ka mbaruar. Nuk duhet të ishte më në politikë. Ilir Meta? Një person i cili ka dashur vetëm të jetë në pushtet. Domethënë, ka qenë i vetmi lider i cili nuk ka parë asnjëherë një interes, nuk ka pasur një bazë se çfarë ai dëshiron ose një vlerë në këtë vend. Thjesht synimi i tij ka qenë pushteti. Dhe këtë e ka pasur me letra të hapura, domethënë ka lëvizur nga gjitha anët e mundshme për të maksimizuar përfitimin e tij dhe pushtetin. Euroatlantike quan veten tashmë lideri po qesh sepse realisht në këtë periudhë jemi përfshirë dashje pa dashje në këto meme që po zhvillon me zotin Rama. Unë do thoja, shiko, në fillim unë kam pasur një mendim shumë pozitiv, pavarësisht se kam qenë e vogël, po them kur ka qenë ministër dhe kur ka marrë drejtimin e Partisë Demokratike, kam pasur në fillim një mendim pozitiv sepse shikoja një leadership perëndimor, megjithatë tashmë e shndruar një meme. Dhe nuk lideri i Partisë Socialdemokrate, Tom Doshi, i cili jo vetëm që në parlamentin e tanishëm ka 3 mandate, mos gaboj, por aspiratat e tij thotë që është për 6 mandate në këtë 11 maj. Unë mendoj që ngjan deri diku me Partinë e Lirisë, domethënë si kryetar. Nuk di çfarë them, nuk
nuk e shikoj fare mënyrën e tij të bërit politik. Nuk mendoj që meriton të jetë në Parlamentin e Shqipërisë. Ne nuk kemi nevojë për njerëz të tillë, mendoj unë. Mund të jetë biznesmen, nuk e di, mund të jetë çfarëdo lloj gjëje, por jo politikan. Në këndvështrimin tim patjetër. Zoti Shehi? Një element shumë pozitiv. Se po mundohem që ta vendos këtu tek po si imazh, mbase po më mungon tek falet. Është një njeri i cili e flet vërtetën në mënyrë shumë thjeshtë. Edhe mendoj që është një vlerë për parlamentin tonë. Nuk di të them qofse duhet të jetë pjesë e parlamentit në sensin sepse ka qenë për shumë vite deputet, megjithatë është një vlerë e shtuar, mendoj unë, është një njeri i ndershëm. Ndër të paktën të ndershëm politikan që ne kemi. Tek le të themi forcat e reja, Adriatik Lapaj, Shqipëria bëhet. Adriatik Lapaj është një frymë e re, duket një frymë e re, megjithatë me lëvizjet e fundit mendoj që ka humbur disa pikë, pra me lëvizje që ka bërë në lidhje edhe me listat ka humbur disa pikë, mendoj unë. Megjithatë, unë për gjithë liderët e rinj kam një mendim pozitiv në terma të përgjithshëm, sepse mendoj që duhet t'u lëmë një hapësirë për të treguar veten dhe për të parë nëse mund të kemi shembuj të mirë në parlamentin tonë dhe një frymë të re. Kështu që nuk mundet, sepse shpesh herë ne i krahasojmë, për shembull, zoti Lapa e krahasoi shpesh herë edhe me Erion Veliajn. Të paktën ato që çfarë unë ndjek në media dhe gjithandej. Dhe mendoj që nuk mund ta kryqëzojmë personat, thjesht sepse ne kemi pasur dikë i cili ka pasur një rrugtim të tillë si kryebashkiaku, ish kryebashkiak tash se stima si ti referohemi, kështu që mendoj që duhet t'u japim një mundësi, pavarësisht se nuk e dim se çfarë do ndodhë të ardhmen, por një mundësi partitë e reja duhet ta kenë. E vërtetës, kjo është një mbarë e rënë për së vërtetës që shpesh herë afiliohen me histori të kaluara, të individëve të kaluar, po është e rëndësishme të kuptojmë që secili përfaqëson një karakter të mëvetëm dhe do duhet që analizat i bëhet mbi veprimtarinë dhe karakterin e tij politik. Nuk mundet që t'i vëmë vizoren e dikujt për mundësinë, se sigurisht ne jemi në një vend ku nga e cila nga politikanët jemi zhgënjur, por ne nuk mundet që të ndërtojmë, le të themi, këto qëndrimet tona me këtë lloj qasje. Dhe ne kemi një kështu fajin e kemi të përgjithshëm, nuk e dërgojmë fajin, domethënë fajin e ka dikush edhe le ta mbajë ai mbi supet e tij, pse do ta mbajë gjithë klasa politike, fjala vjen, sepse ndonjëherë i step edhe njerëzit për të futur në politikë. Mund të kemi shumë elementë mirë të cilët mendohen 2-3 herë të futem apo jo, sepse unë do atakohem dhe do futem në atë qarkun e përgjithshëm që të gjithë janë fajtorë dhe që të gjithë janë të korruptuar, kështu që jo, nuk mendoj. Faji është individual, kështu që kjo është e rëndësishme. Endrit Shabani element pozitiv, mendoj që të gjithë backgroundin që ka zoti Shabani, shumë perëndimor, ka mbaruar në Oxford dhe mendoj që jo vetëm sepse ka mbaruar në Oxford, se nuk dua ta vendos aty, por mendoj që është një vlerë e shtuar. Një vend ku në parlament futen kriminalet, nuk mendoj që do ishte vlerë, domethënë të kishim individ si zoti Shabani, mendoj unë, pavarësisht se pastaj gjithë secili ka të peshë politike, ku më të madhe, ku më të vogël, por unë mendoj që është një person që duhet jetë në parlament në 4 vjeçarin e ardhshëm. Agron Sheaj, Partia Mundësia? Duket një parti interesante. Partitë e reja thash është një njëjti mendim që unë vazhdoj ta kem, megjithatë ky vjen nga Partia Demokratike, pra është një i larguar. Megjithatë ajo se çfarë unë shikoj pozitive është që edhe vetë financohet, pra sepse është një problem shumë i madh edhe me financimin e partive politike. E shikoj si një element pozitiv, megjithatë mbetet për t'u parë se çfarë do bëjë ndryshe, sepse Agronin e kemi parë në 4 vjeçarin e kaluar, do thënë në këtë 4 vjeçar që jemi aktualisht në parlament, kështu që do duhet na bind se çfarë do bëj më mirë, le të themi. Dhe le të themi fundit i përzgjedhur Arlind Qori, Lëvizja Bashk, Partia Bashk. Unë nuk e kam njohur shumë, domethënë si karakter dhe si individ as Lëvizjen Bashk të drejtën, megjithatë në terma të përgjithshëm
qëndroj tek pjesa që është pozitive për liderat e rinj, megjithatë ndonjëherë e kam parë deri diku do thoya të dhunshëm duke kërkuar fjalën në mënyrë të dhunshme. Ajo është një moment që mua më ka ngelur në mendjen time dhe unë mendoj që fjala fitohet ose domethënë hapësira qoftë në televizion dhe kudo tjetër mendoj që fitohet. Nuk mundesh ta kërkosh me dhunë. Kjo ishte një xhiro e shkurtër midis le të themi kandidatëve politik, por unë për ta përmbyllur do dua të bëj edhe disa pyetje shumë të shpejta për të bërë një si thua përmbledhje të asaj që diskutuam. Për ju do duhet ju do të zgjidhni primaret apo deputetin që Primaret gjithmonë. Primaret ishin proces demokratik, nisën të tilla dhe mbaruan të tilla? Nisën të tilla nuk shkuan deri në fund. Deputeti që duam ishte një proces demokratik, nisje e tillë dhe mbaroi e tillë? Nuk nisi e tillë dhe nuk mbaroi e tillë. Listat e partive i vendosen antarët apo kryetarët? Kryetarët. Në listat të cilat ne do të shkojmë me, le të themi, partitë mëdha, problemet me drejtësinë ja kanë lënë drejtësisë apo ja kanë shpënë tek listat qytetarëve? I kanë marrë me vete te listat aty, domethënë. Dëshiron të hynë me këto element në parlament sërish. Në listë ka e majta më shumë apo ka e djathta? Nuk e kuptova. Në listë me probleme me drejtësinë. E djathta, Partia Demokratike aktualisht ka më shumë, ka 9 persona. Tani mbetet për të parë sepse s'paku po vazhdon punën dhe deri në fund ndoshta do dalë një listë akoma më e gjatë se sa kjo. Kështu që deri në këtë moment që flasim është Partia Demokratike e cila mban një numër më të lartë. Unë mendoj që Partia Socialiste ka hequr dorë edhe për shkak të kostove që i kanë sjellë të gjithë ato të rënët, le të themi, në thonjza përgjatë këtyre 3 mandateve. E vërtet. Ju do ta konsideronit votën tuaj për ndonjërin nga emrat me probleme me drejtësinë? Jo, absolutisht jo. Mendoj që domethënë duke qenë se kam studiuar për shkenca politike dhe patjetër që nëse unë nuk do të bëj një ndarje të tillë, pastaj nuk pres që një qytetar i thjesht të bëjë një ndarje të tillë. Jo, nuk do të jetë për partitë. Mendoj që vota ime do jetë për një parti të re. Dua t'ju jap një mundësi partive të reja. Ju mendoni që hapësira le të themi në vendin tonë është e garantuar për aspekt në procesin e votimit? E garantuar. Asnjë nuk është e garantuar. Unë kam qenë shpeshherë në kontakt edhe me zonat me qytete të tjera, jo vetëm Tirana, sepse Tirana nuk është Shqipëria, edhe më kanë treguar ndodhi nga më të çuditshmet, duke futur edhe vota shtesë në kutitë e votimit. Kështu që nuk janë të sigurta, patjetër, do ketë diçka që do çedoj në gjithë procesin. Megjithatë, e përgjithshmja besoj se ne kemi ardhur duke evoluar, kështu që le të qëndrojmë pozitiv. Ne bëjmë zgjedhje më të mira se sa, domethënë, në historinë e zgjedhjeve që vendi jon bën. Sot ne kam përshtypjen bëjmë zgjedhje më të mira se sa është më optimiste situata, po dhe për procesin e votimit, domethënë, ne marrim pjesë në proceset e votimit dhe si vend, a mundet që ne garantojmë le të themi një proces të mirë? Unë mendoj që po them në çka ju mendoni, shiko, në këto vite të fundit unë mendoj që vota jonë është, ajo çfarë lexohet është personat që kanë hyrë në parlament. Pra ne këtë mund të shikojmë. Pra personat që kanë hyrë në parlament kanë qenë më të mirë se sa më përpara? Jo, nuk e mendoj këtë gjë. Pastaj procesi si proces, më QQZ-ja mendoj që ka bërë një punë më të mirë në monitorimin e zgjedhjeve, në gjithçka, është bërë një punë më e mirë. Por alternativat ndoshta edhe lidhet me alternativa që ne kemi pasur. Alternativat që kemi pasur nuk kanë qenë të mira. Dhe ne nuk e kemi ditë dhe votuesi nuk e ka ditur të gjithë alternativat të cilët janë përfshirë në listat shpeshherë të mbyllura. Kështu që ata kanë votuar, kanë shkuar të një parti kanë votuar dhe pastaj na shfaqur një parlament shumë i dobët, mendoj. Pyetja e fundit, mund të marr disa fjali për ju, por unë duke vlerësuar edhe kurajon, edhe ju si një profesioniste e re, edhe analizën që ju keni bërë, edhe integritetin që ju keni dëshmuar, le të themi, në ato eksperiencat që ju keni pasur, le të themi, ndërveprimi me publiken, me të përbashtën që ne kemi në vendin tonë, duke cili do ishte identikiti i asaj që ju zgjedhni? Pra, kush do ishte, le të themi, ajo që bën filtrat e
që ju I bëni filtra kur shkoni për të zgjedhur? Shiko, unë gjithmonë kam kërkuar dhe kam thënë që dua të lexoj një program. Historikisht partitë politike në Shqipëri nuk kanë pasur program. Kam pasur premtime, disa prej tyre kanë shkruar diçka, pra janë munduar, unë shpeshherë them, janë munduar të manipulojnë, po themi, qytetarët nëpërmjet atyre pikave, sepse për mua të thuash do zhvilloj arsimin nuk e thën asgjë. Pra nuk është program ky. Ky është një premtim që ti e thua të dal ku të dal. Se ku do e çosh arsimin? Nuk ka as afat, as buxhet, as fare zero, nuk e marrin, domethënë, kjo më shqetëson mua shumë te partitë politike sepse nuk e marrin as mundin që të shkruajnë qoftë edhe një gënjeshtër, por nuk do e realizojnë. Pra ama do e shkruaj dhe do e kopsis në të gjitha anët kur t'ja shfaq qytetarit. Nuk e bëjnë këtë gjën. Por të mos folur partinë që është aktualisht në pushtet, e cila as nuk e merr mundimin as të thotë një premtim. Pra nuk premton. Kapet me një sigël të madhe, domethënë Shqipërinë do e çojnë në Europë, thotë. E di çfarë më kujtove kur ne kemi dashur të monitorojmë premtimet për arsimin, na është dashur që të kontrollojmë video, sepse nuk gjenin dot një material të shkruar, por kishte disa video dhe premtimet, domethënë ti detyrohesh ti kapësh nga videot se cilat janë premtimet për arsimin dhe më pastaj ti bësh një analizë. Po është shumë e drejtë ajo që ju thoni që nëse duam të bëjmë një filtr ose duam të bëjmë disa kritere mbi atë çka do zgjedhim, do duhet që të kemi programe të shkruara dhe të shkruar sepse ti mund t'i kërkosh llogari në momentin që ti nuk ke diçka të shkruar, nuk ta ka prezantuar përpara, kur të vi për të dhënë llogari, ai do thotë, "Më fal, për çfarë më kërkon llogari ti mua? Të premtova unë gjë ty?" Jo, ti më votove kështu siç jam dhe unë kështu qeverisa dhe kaq, domethënë të ka ndërprer rrugën për të kërkuar llogari. Domethënë ka mbaruar çdo gjë, kështu që mendoj kjo ka qenë kriteri im. Megjithatë nuk e kam gjetur këtë gjë, kështu që jam përpjekur të bëj një zgjedhje të një kandidati I cili më ka dhënë më shumë besim, po themi, edhe në bazë të arritjeve të tij, të punës së tij. Po ka qenë vështirë. Në mungesë të dhënave do duhet të futesh me intuit. Po, bravo, domethënë ose të bësh atë kujtibi. Në fakt unë mendoj që duhet të shkojmë të votojmë edhe atëherë kur njerëzit më kanë thënë por për çfarë të votoj dhe unë nuk kam pasur një përgjigje për të thënë sepse duhet të shkojnë të votojnë. Kam thënë edhe sikur të duhet të bësh një kryq të madh aty te fleta e votimit, shko dhe jep verdiktin tënd. Pra, unë mendoj që duhet lexohet edhe kjo vota e cila shikohet si një mungesë alternative. Domethënë, nëse një qytetar shkon deri te fleta e votimit, voton dhe e bën të pavlefshme atë fletë, mendoj që duhet të lexohet si një mënyrë që nuk ka alternativë për të zgjedhur. Megjithatë unë kam votuar 2 herë kam përshtypjen në jetën time sepse nuk kam qenë në Shqipëri, edhe kështu që 2 herë kam votuar, kështu që Po edhe unë I bashkojmë thirrjes suaj që është shumë e rëndësishme të marrim pjesë në votime sepse le të themi sistemi dhe askë nuk dëmton nëse nuk merr pjesë. Domethënë është e sigurt që dikush tjetër do marr disa vendime për ty dhe kjo nuk është le të themi e mirë dhe kam përshtypjen që është pozitive fakti që diaspora ka treguar këtë interes për të na treguar ne edhe një lloj shembulli që marrësh pjesë në procese demokratike është shumë e rëndësishme dhe kur marrin ata jashtë sigurisht mund të marrim edhe ne këtu brenda. Edhe ata të cilët kanë qenë jashtë dhe nuk kanë pasur mundësi të regjistrohen, nuk është se humbin të drejtën për të votuar, sepse nëse parashikojnë të kthehen në Shqipëri ditët kur janë votimet, ata e kanë të drejtën për të votuar, megjithse nuk ja kanë dalë që të regjistrohen për të votuar atje ku janë, e kundërta, ata që ja kanë dalë të regjistrohen nga diaspora për të votuar, e kanë të pamundur nëse do duan të vinë të votojnë këtu, sepse tashmë janë, le të themi, janë nxjerrë nga listra ose regjistri për të votuar nga brenda vendit dhe janë jashtë vendit, por të shpresojmë që qytetarët do marrin pjesë në këto procese të votimit dhe do jenë të kujdesshëm për të votuar kandidatë të cilët përfaqësojnë interesat e tyre, nuk le të themi shfaqin këto problemet me drejtësinë dhe përpara se të mbarojnë problemet me drejtësinë, duan që ngatrohen edhe me përfaqësimin e qytetarëve. Ne kemi nevojë që të ushtrojmë presion, po edhe vetë anëtarët e partive politike për të demokratizuar proceset brenda partive të tyre, sepse sigurisht janë asete edhe për gjithë qytetarët jashtë partive të tyre dhe kjo është, le të themi, e bukura e demokracisë që organizohet në subjekte, në partitë politike duhet konsiderohen si asete kombëtare të cilat e bëjnë procesin demokratik brenda tyre për të mirë të qytetarëve të vendit. Dukshëm në këto 30 vite ne nuk e kemi parë, por të shpresojmë që nga ky moment e tutje
gjërat fillojnë edhe përmirësohen. televizin edhe të përmirësohen edhe le të themi janë shtuar qytetarët të cilët kërkojnë më shumë procese demokratike brenda partive, më parë nuk kishte as primare, më përpara nuk kishte as deputet që duhet. Duam që do të thotë presioni i qytetarëve është rritur, partitë po e lexojnë dhe nuk mund ta shmangin. Hajde të bëjmë gjitha mekanizmat e duhur. Alternativat e reja të cilat i friksojnë paksa partitë dhe elitat e vjetra. Absolutisht. Absolutisht që po. Kështu që ne na mbetet vetëm të ushtrojmë presionin maksimal që ta demokratizojmë hapësirën ku ndodhemi. Unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e këtij komunikimi edhe shpresoj që të kemi qenë të vlefshëm për dëgjuesit. Uroj. Shumë faleminderit juve për hapësirën. Shumë faleminderit miq edhe ju që na ndoqët. Unë jam i bindur që kjo ka qenë një bisedë me të dhënat të cilat mbase për herë të parë bëhen publike për qytetarët, të sjella nga Lorela Aliu edhe ju le takim në bisedën e ardhshme me ekspertin e ardhshëm për diskutuar problematikat çështjeve të cilat tashmë nuk kemi si ja bëjmë ndryshe, vetë se të miksohet midis kontekstit zgjedhor dhe problemeve të qytetarëve, kështu që faleminderit dhe mirupafshim.